Përfaqësuesit e klubit politik të studentëve dhe organizatës SKV pasi u takuan me udhëhecit e organizatave studentore të Universitetit të Gjakovës, diskutuan lidhur me zhvillimet e fundit në Universitetin e Prishtinës. Erol Gashi nga klubi politik i studentëve tha se qëllimi i tyre është mobilizimi i qytetarëve në të gjitha qytetet, deri në dorëheqjen e rektorit Gashi. Studentët dhe qytetarët e Gjakovës, të cilët po ashtu janë bashkëpronarë të Universitetit Publik, duhet që të vinë dhe të bashkohen në protestën tonë, sepse është edhe për të ardhmen e tyre, kështu që kemi ardhur këtu në Gjakovë për t'ju bërë thirrje qytetarëve që të na bashkohen në protestën që do të mbahet të hënën. Dhe kemi pasur edhe përkrahje, por qëllimi ynë ka qenë që të vimë dhe të bisedojmë këtu edhe me qytetarët edhe me shoqërinë civile që numri i protestuesve të jetë sa më i madh. Ndërkohë sipas tyre në Gjakovë kanë gjetur përkrahje jo vetëm nga të rinjët, por edhe qytetarët të cilët janë bashkangjitur protestuesve. Nga Gjakova do të bëhet nisja nga pallati i rinisë Asim Vokshi në orën 9:30, ku do të mbledhemi së bashku dhe me autobusat e organizuara do të nisemi drejt Prishtinës. Pra nisja bëhet nga pallati i rinisë Asim Vokshi në orën 9:30. Deri me tani kemi mbështetje nga tifozat të Jakovës, mirë po jemi në pritje edhe të mbështetjes nga shoqëritë tjera civile. Ndërkaq ata thanë se të hënën në mënyrë të organizuar protestës do t'i bashkangjiten edhe studentët të tjerë dhe qytetarët të Gjakovës.